edhe 15 nënshkrime tjera t'i bëjmë 30. Po ashtu siguroni edhe 30 nënshkrime tjera për Janina Hymerin ose për cilin do kandidat të LDK-s. Edhe hyjnë angar e zgjedhin presidentin dhe nuk shorganin e zgjedhjen e jashtëzakonshme. Dhe edhe të më dhani fjalë. LDK-ja vet nuk jep 15 vota jo. Ato ti bëj paragjykon. Ato të garantoj. Ti paragjykon ato. Jo të garantoj. Po s'mund të garantu hiç. Ata po dalin me një fal formulari 15. Po me ti as po veç atë formular mas pore aty me Abdullah Hoti s'ke hiç. E dyta Në kryetaria unë më duket e pash Abdullah Hoti. 15%. Sa diunë nuk ka atë. Jo, në nënshkrimi ke, po nuk ke në prezantim aty. Jo, s'ka qenë. Bravo Abdixhikut nuk është pa. Lojmë me ju dhe nënshkrime tjera. Pra, nuk mund të flasim më dash vetëm për LDK, dhe aty mund të jetë ndoshta edhe dikush tjetër nëse hyn me këtë proces që zonja Osmani ketë marrëveshje me VV-n për me jetë studie, edhe ta vendosin një kandidat tjetër. Atëherë mund të hynë edhe dikush tjetër për partive tjera me votu, mund të ketë deputet individual që hynë, po edhe nëse si ka LDK-ja 15, i ka vetëm 14, po apo edhe vetëm 13, është çështje e zonjës Osmani, pastaj me siguru dhe 1 ose 2 deputet për me siguru quorumin. Po LDK-ja ka edhe një mundësi tjetër. Pra, po